Hekuri është i domosdoshëm në prodhimin e qelikut, që është një aliazh i rëndësishëm i hekurit me karbon. Qeliku është një material që përdoret për konstruksionin e veturave, anijeve, urave, binarëve e tjerë. Qeliku i pandryshkur ose inox gjithashtu përmban një sasi të metaleve tjera tranzite, sikurse nikli dhe kromit. Kjo përzierje mundëson më shumë rezistencë ndaj korozionit. Ky qelik përdoret për prodhimin e enëve të kuzhinës dhe disa instrumenteve mjekësore. Bakri metalik karakterizohet me përqyeshmëri elektrike të mrekullueshme, prandaj përdoret për prodhimin e telave elektrik dhe generatorëve. Shumë lloje të objekteve të qelikut janë të mbështjellura me një shtresë zink, e cila e mbron qelikun nga korozioni. Disa lloje të qelikut ose hekurit janë të mbuluara me një shtresë të hollë të kromit ose niklit, që rezulton në një pamje atraktive të shëndetshme. Titani përdoret në ndërtimin e objekteve që durojnë ngarkesa të rënda dhe temperatura tepër të mëdha, sikurse aeroplanët dhe anijet kozmike. Ai mund gjithashtu të përdoret për të zëvendësuar pjesët të ashtit në trupin e njerëzit. Oksidi i titanit përdoret si pigment i bardhë në letër dhe plastik. Argjenti ka dhënë kontributin më të madh në fotografi. Lëngu i merkurit ndërron vëllimin derisa temperatura e ambientit ndryshon. Prandaj përdoret në termometër. Lartësia e saj tregon temperaturën. Aliazhet me zhiv përdoren në stomatologji për mbushjen e dhëmbëve.